Sulimani është një nga miqtë e afërt të Ismet Çoliçit që sot po përfshihet e banesës së fundit. Një ish sportist i vllaznisë, por një mik shumë i afërt i familjes Çoliçit dhe personalisht të Ismet Çoliçit. Ula, shumë keqardhje dhe një ngushëllim i familjes, e po edhe herë respekt për ju si gazetar që keni ardhur me marrë pjesë sot në vdekjen e Ismetit. Unë me Ismetin lidh jo vetëm me futbolli, por lidh se janë arrit në një lagje. Dhe shkret si familje e tij, i komplet me vllaz, njëtë me fëmijët, jam i afërt me ta. Kështu që unë si sul i urej ngushëllime. Po ana tjetër e njeh edhe si drejtues i autobusit të sportistëve me dekada, shumë dekada. Kam qenë shumë i vogël kur Ismeti shoqërote futbollistët. Plus sa janë njerëz si familje, janë mjeshtra të hekrave. Ai ka qenë një nga shoferët më të mirë, kështu që çdo udhtim që ka bërë di, më ka takuar edhe mua herë më udhëzuesi, kam marrë pjesë si futbollist vitet me 71 me ekipin e vllaznisë, kam qenë vllazër. Edhe kam udhëtuar 2-3 herë me tek, kështu që ai ka qenë një profesionist në profesionin e tij si shofer. Plus edhe si njeri i mrekullueshëm, familjar i mirë, edhe po kësaj njeh edhe birin që ka luajtur futboll, është morë edhe me të rritë edhe di që ka luajtur edhe me ekimin e Borrelit, kështu që çfarë kam unë për Ismetin, ngushëllimet e mia më të sinqerta për vdekjen e tij. Kështu që na kemi humbur një njeri tonin. Krahas të tjerëve në jetën e përditshme, Ismet Çoliçi ishte edhe një person me humor, shumë i dashur, shumë i ngrohtë, miqësor me të gjithë. Shumë, është e vërtetë që ka qenë njeri i dashur edhe me humor, dhe leku në rastet që ti, ajo se ka qenë shumë tifoz, por e ka njeh vllaznin gjithandaj se i ka shoqëruar dhe siç i ka thënë, i ka pranuar, ka qenë shumë i rregullt në drejtim të mjetit. Kështu që me thënë drejtën, humb me një njeri tonin dhe unë jam arrit me tek, kështu që s'kam çfarë të them, vetëm ngushëllim e familjes. Kur ka qenë takimi i fundit i juaj me Ismet Çoliçin? Ka qenë para një 6 muajsh, kur më tha ky shoku jem, nëse kam ditë, më tha i Sadiku si Ismeti është i smur. E kam pa me bicikletë, jam takuar në rrugë me te. Ata dhe me të birin e me gjithë kam pas shoqëni dhe familjare kështu. Ngushëllime për humbjen e mikut tuaj të afërt. Gjithashtu, faleminderit. Çemal Çoliçi më fal, i vëllai ka qenë shofer në pub, unë kam qenë atëherë me shërbim në atë kohë. Siç e ka marrë makinën e derisa ka dorëzuar, ja ka dorëzuar si tërë. Kështu që kanë qenë krejt mjeshtra, kom si familje. Faleminderit, Ula. Faleminderit juve.